Rruga e re Maliq-Lozhan-Strelc ka pësuar çarje anësore duke ngritur pikpyetje dhe shqetësime serioze mbi sigurinë dhe cilësinë e punimeve në infrastrukturën rrugore në Shqipëri. Segmenti rrugor është dëmtuar ndjeshëm ndërsa anësoret kanë pësuar rëshqitje. Dëmtimet janë konstatuar vetëm pak kohë pas inaugurimit të rrugës, çka shton dyshimet mbi standardet e ndërtimit. Kjo situatë kërkon ndërhyrje urgjente për të garantuar sigurinë e përdoruesve të rrugës. Aksi Maliq-Lozhan-Strelc u promovua si një investim strategjik, i lidh qytetin e Maliqit me Gramshin dhe zonat përreth, duke krijuar një korridor të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik, bujqësor dhe turistik të zonës. Ky segment i ri rrugor me një gjatësi prej 18.8 kilometrash konsiderohet një hallkë kyçe për lidhjen e fshatrave të qarkut të Korçës me qendrat urbane. Rekonstruksioni i rrugës u realizua me fonde të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës me një vlerë rreth 1.4 miliard lekë dhe është ndërtuar nga firma Gjikuria.